Ndryshe nga shumë të rinj që pas studimeve dhe specializimeve zgjedhin të ndërtojnë të ardhmen e tyre jashtë vendit, Antonela Gjata, pavarësisht të ndimeve, ka vendosur të kontribuojë dhe të ofrojë shërbimin infermieror në qytetin e saj të lindjes nëpërmjet. Ajo rrëfen arsyet pse zgjodhi këtë profesion, të cilin e ushtron prej 2 vitesh. Studimet e mia i kam filluar dhe i kam përfunduar në qytetin e Gjirokastrës, në Universitetin e Qerençabej. Në fillim që vendosa që të studioja për këtë profesion, mendoja që ta jepja kontributin tim këtu në qytetin tim, t'i shërbeja vendit tim. Mund të jem të nduar edhe për pjesën jashtë si gjithë rinja tjetër, por gjithsesi pacientët përpiqem të jem korrekte me çdo gjë, duke i regjistruar, duke nxjerr kartelat, duke ndihmuar doktoreshën gjatë vizitës me pacientin. Kur shikon se si pacientët ndihen mirë, gjithë ajo lodhje hidhet pas krave, domethënë. Ky është një profesion që kërkon përgjegjësi dhe përkushtim, thekson Gjata. Përpiqem të jem sa më e përgjegjshme, sepse përgjegjësia është më e madhe, si me kartelat, si me vizitat, me çdo gjë domethënë. Ndihmën që japim më të shpejt është për personat që janë me sëmundje kronike, të cilën janë në një gjendje kritike, dhe do t'i japim ndihmën më të parë dhe fëmijët e vegjël. Antonela Gjata është shembull i të rinjve që pavarësisht vështirësive zgjedhin të shërbejnë aty ku nevoja dhe zemra bëhen bashk.